Përshëndetje, mirë se erdhët në konferencë këtu të Partizanit, si gjithmonë programuar në krah të sfidës së javës së 32 ku Partizani përballet me Bylis, ditën e nesër në orën 19 në Arenën Del. Si gjithmonë me mua trajneri të Kërnaj, i cili është i gatshëm të përgjigjet pyetjet. Profe, fillimisht, si duket gjendja e ekipit sa i takon dëmtimeve, rikthimeve, rikuperimet, a do të jenë nesër të gjithë lojtarët të gatshëm për sfidën? Përshëndetje, për nesër pjesa më e madhe e ekipit është e gatshme. Shpresojmë që të kemi të gatshme dhe Fadajër. Mungesa e vetme është Skuka, i cili vazhdon të jetë i dëmtuar. Atanaskosi kthehet nga ndëshkime me kartone, kështu që ekipi është i plot për ndeshjen e nesërme. Po sa i takon rezultateve të fundit, si duket gjendja e ekipit, a ka ndikuar në aspektin emocional dhe psikologjik? Të them të drejtën, djem duken mirë. Stevia ka shku shumë mirë gjatë gjithë javës. Pavarësisht rezultateve, loja ka treguar që ne kemi qenë aty, kemi prodhuar shumë jashtëzakonisht shumë dy ndeshjet e fundit, por ndoshta është një moment jo i mirë për aty para portës, i ngërç më shumë psikologjik them unë, të shënimi gola, besoj që do vijmë këtë ndeshje. A është ndeshja me Bylis si momenti për të bërë kthesën? Është momenti duhet ta fitojmë për objektivin që kemi, jo për të bërë kthesën, se ne aty jemi. Nuk është se kemi ikur, por është momenti që duhet të fitojmë që të vazhdojmë objektivin tonë që me zor, përsëris me zor kemi arritur atë vend, me shumë luftë të sakrificës duhet ta mbajmë. Dhe së fundmi, si e vlerëson Partizani Bylisin si kundërshtar? Bylis është një ekip shumë i fortë, them unë. Të tregoj edhe javën që kaloi kundër Dinamos, është një ekip që mund të japi punë çdo lloj ekipi. Edhe historia me sezonin e kaluar kemi pasur po të njëjtën afërsisht po e njëjta situatë ka qenë vjet Partizani Bylis dhe dihet përfundimi i ndeshjes nga 2-0, 2-3 për Bylisin, kështu që është një ndeshje e vështirë që duhet të japim maksimumin ta vlerësojmë sepse na duhen se s'bën ato 3 pikët. Profesor, ditën e djeshme në konferencë për shtyp, kreu i Federacionit Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, duke komentuar arbitrimin, u shpreh se ka gabime, por nuk ka gabimet që sipas tij deformojnë garën. Duke pasur parasysh që Partizani u eliminua nga kupa pas një rasti shumë të kontestuar, por dhe rasteve tjera ku edhe ju shpesh, edhe ju po themi akuzuar për arbitra që nuk janë në gjendjen e duhur fizike për të kaluar testet. Jeni dakord me këtë konstatimin e presidentit, pra që nuk është deformuar gara, apo mendoni që në fakt ka pasur ndikim? Ato duhet të shohim në fund të sezonit, kush dhe si do jenë përfundimi, që të më dalë një përgjigje më të saktë, ka pasur apo jo deformim. E dim që ndoshta ndeshja me Elbasanin në kupë ka ndikuar të themi të drejtën, pavarësisht se këto do i lëmë kompetenca tjetër kujt për të marrë përsipër, por në ndeshjen tonë Elbasanin ka ndikuar në rezultat, në kualifikim, që do flisim ndryshe. Për pjesën tjetër, pastaj ka tjetër kush e më përsipër, nuk na takon të flasim për arbitra, tu jemi për ndeshjen me Bylisin. Në merkaton e janarit u ofrua dhe CDB, i cili e nisi brushën duke shënuar shpesh gola duke qenë vendimtar për 3 pikë në fishën e Partizanit, por në kampionat nuk po gjen më rjetën që për 28 shkurtit. Pse ky ngërç militarit? E ndodh çdo sulmuesi në botë që të ketë një gërç dhe lojtarë të mëdhenj, mos harrojmë Lautaro Martinez është kapiteni i Interit dhe 2 muaj rresh nuk shënoi, pavarësisht se është goleshnuesi më i mirë në Serie A. I ndodh çdo lloj sulmuesi. Nuk është që nuk kemi pasur raste në CDB, që mund të themi e kanë dalluar, e kanë kuptuar, kemi pasur raste të volitshme, raste 1-1 me portierin, si me Vllaznin, si me Elbasanin, por ne do vim në ndihmë që djali të kthehet sa më shpejt te goli, sepse me golet e atij dhe gjithë djemve të tjerë ne duhet dalim edhe ne nga rezultatet që jemi, kështu që të gjithë bashkë grup, nga i pari tek i fundit, që dalim përpara. Pra për qëndruar tek reparti i sulmit në mungesë të Skupës, Partizani nuk ka shënuar as me Vllaznin as me Elbasanin. Po themi ka çduar më shumë qendra e sulmit, pra Contreras me Roktomën nuk kanë bërë atë që pritin nga ju. Janë profile të ndryshme, nuk mund të krahasojmë Contrerasin, Toma me Skukën, Contreras dhe Toma janë ndjem të ri, që të cilët kanë ardhur pa firmim dhe kanë bërë mirë deri tani. Mos harrojmë që Toma ka ardhur si zgjedhje e katërt në sulmin tonë në fillim në gusht, ka ardhur në datën 31 gusht në momentin e fundit, një lojtar premtues, ndërsa Contreras ka bërë mirë të kategorinë e dytë me Partizanin B dhe kemi marrë përsipër, që do të thonë janë ndjem për të afirmuar, ndërsa Skuka dihet është një emër i madh për ekipin tonë, një djalë që ka dhënë shumë, që edhe pritet shumë, cilësitë dhe cilësitë janë të ndryshme, eksperjenca është e ndryshme, kështu që nuk besoj që ndjem kanë bërë keq, kanë bërë mirë, mos të themi se janë ndjem që luajnë për Diego Lupa herë të parë ka shënuar 6 gola këtë vit, nuk janë pak me një sulmues që lupa herë të parë në Super League, duke futur golin e Kupës, po ashtu edhe Toma 6 gola që jemi po aty, djem po japin,
është sigurisht ngërës psikologjik i gjithë pjesës. Nuk kanë pasur vetëm Toma dhe Diego raste për të shënuar, ka pasi Ditbe, ka pasi Skandali, ka pasi Human, kanë pasur Betyçi me Sembenen në rastin standard, kështu që kemi pasur gjithë raste për të shënuar. Përmendet që rikthehen shëndetare, shriktimi i Prekës, prisnin e Fadajron, edhe Marko është faqur në Sevilje pas dëmtimit shumë të rëndë. Sa të rëndësishme janë këto rikthime pikërisht në këtë fazë vendimtare të kampionatit për ju? Sigurisht janë shumë të rëndësishme, sepse janë të them të drejtën boshti i ekipit, me ato që është krijuar. Preka është kapiteni i ekipit bashkë me Skukën. Kështu që sigurisht rikthimi i Prekës përveç fushës është edhe harmonia dhomave që na duan kapitenët të tillë. Fadajro i jep diçka ndryshe manevrës tonë sulmuese, nëse duam të ndryshojmë. Ka profil që ne mund të ndryshojmë në ndeshje të ndryshme, kështu që jep diçka më shumë. Ndërsa Marku sigurisht është kthyer pranë ekipit, vrapime gjëra, po e kanë humbur sezonin 10. Marku, Çipi, Sula kanë humbur sezonin, kështu që bashkë me Martinez kanë sezonin e mbyllur, kështu që thjesht janë pranë ekipit, vrapime dhe asgjë më shumë. Në prag të një sfide ku Partizani kërkon të rikthehet te fitore, 4 sfida pa fitore, çfarë mesazhi keni për tifozët? Tifozët kam thënë edhe në konferencën tjera që për rezultatet e fundit i kërkojmë falje. Do bëjmë maksimumin, do japim maksimum siç kemi dhënë që ditën e parë që jam këtu, do derdhim djesht, do vrapojmë dhe do vim vetëm për fitore, sepse futbolli luhet për tifozët dhe atë duhet t'i argëtojmë.